Pas muajsh diskutimesh për një reformë të re administrative, Partia Socialiste ka kaluar në fazën konkrete, duke dorëzuar në Kuvend projekt ligjin për riorganizimin territorial të vendit. Sipas draftit të mazhorancës, numri i bashkive do të reduktohet nga 61 në 46, ndërsa 15 bashki aktuale do të shkrihen përmes proceseve të bashkimit dhe konsolidimit territorial. Ndryshimi kryesor i propozuar është krijimi i një niveli të ri vendor të emëruar qyteti. Kjo strukturë do të pozicionohet mes bashkive dhe njësive administrative, duke zëvendësuar modelin aktual bashki njësi administrative në një skem të re, bashki qytet njësi administrative. Sipas socialistëve, ky organizim synon të rrisë përfaqësimin e komuniteteve lokale dhe të afrojë shërbimet me qytetarët, ndërsa bashkia mbetet njësia kryesore e vetëqeverisjes vendore, me një kryetar, këshilli, administrat dhe buxhet të vetëm. Në qarkun e Tiranës, kryeqyteti nuk ndryshon, ndërsa dy bashkitë e tjera, Kavaja dhe Rogozhina, sipas draftit, propozohen të bashkohen në një njësi të vetme. Një tjetër ndryshim lidhet me territorin e aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza. Projekt ligji parashikon një riorganizim territorial mes bashkisë Tiranë, Krujë dhe Vor, ku aeroporti i Rinasit është zona ekonomike përreth tij dhe do të administrohet nga një strukturë e re që përfshin territore nga këto bashki. Në këtë njësi parashikohet përfshirja e fshatit të Rinas dhe bashkia Krujë dhe zonave Bërxull e Domje nga bashkia Vor. Në qarkun e Shkodrës, ndryshimi kryesor është bashkimi i Pukës me Fusharrëzin, ndërsa qarku i Lezhës mbetet pa ndryshime. Në Berat, nga 5 bashki që janë aktualisht, propozimi parashikon kalimin në 3 njësi. Bashkia Berat do të bashkohet me Poliçanin dhe Dimalin, ndërsa Kuçova dhe Skrapari do të vijojnë si bashki e vetme. Edhe qarku i Elbasanit do të preket nga reforma. Në draft parashikohet bashkimi i Përrinjasit me Librazhdin, një propozim që ka shkaktuar kundërshtime nga banorët e zonës, ndërkohë bashkia Elbasan pritet të zgjerohet duke përfshirë Belshin dhe Cerrikun, ndërsa Peshini dhe Gramshi mbeten të pandryshuara. Në Fier ndryshimet lidhen me zgjerimin e bashkive të Fierit përmes bashkimit me Patosin, ndërsa Lushnja propozohet të zgjerohet duke përfshirë Divjakën, duke i dhënë kësaj bashkie dhe daljet në det. Në Dipër drafti parashikon bashkimin e Klosit me Matin. Ndryshime të shumta janë propozuar në qarkun e Gjirokastrës. Tepelena bashkohet me Memaliajin, Përmeti me Kulcyrën, ndërsa Gjirokastra zgjerohet duke përfshirë bashkinë Lipohov. Në Vlorë propozimi parashikon zgjerimin e bashkive përmes bashkimit me Selenicën, duke përfshirë edhe një pjesë të zonës së Labërisë. Në Juglindje, pavarësisht diskutimeve dhe kundërshtive të ngritura, socialistët propozojnë bashkimin e Maliqit me Korçën. Në përfundim të reformës së propozuar, struktura e revendore do të përbëhet nga 46 bashki, 71 qytete përbërëse dhe 387 njësi administrative. Drafti pritet të kalojë në fazën e shqyrtimit parlamentar, ndërsa opozita dhe përfaqësues të pushtetit vendor kanë paralajmëruar debat për kriteret dhe efektet që do të sjellë kjo ndarje e re territoriale.